Odiri ka sjell opinionin urgjent të kërkuar nga Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore për sa i përket projektligjit për financimin e partive politike. Në këto rekomandime, Odir kërkon më shumë transparencë, kontroll dhe mekanizma kundër shmangjes së rregullave. Në raport theksohet se boshllëqet rregullatore në fusha si UAT, financimi nga palë të treta dhe zbatimi i ligjit mund të minojë efektivitetin e sistemit dhe të krijojë hapësira për abuzim. Por këtë arsye, Odir rekomandon që projektligji të harmonizohet plotësisht me kuadrin ekzistues ligjor për financimin politik. Një nga rekomandimet kryesore lidhet me transparencën e donatorëve. Odir kërkon ndalimin e qartë të donacioneve të bëra në emër të personave të tjerë, si dhe deklarimin e profesionit, punëdhënësit dhe pronësisë përfituese të kompanive që financojnë partitë politike. Sipas raportit, këto masa do të ndihmonin në uljen e rrezikut të financimeve të fshehura dhe shmangjes së ligjit. Një tjetër pikë e rëndësishme është rregullimi i huave për partitë politike. Odir sugjeron krijimin e një kuadri të plotë për burimet e lejuara të huamarrjes, kufit, garancitë dhe kushtet e shlyerjes, si dhe deklarimin e plotë të këtyre huave në bilancet financiare të partive. Gjithashtu kërkohet monitorim më i fortë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Raporti vë theks edhe tek financimi publik. Odir rekomandon që të përcaktohen kriteret e qarta dhe transparente për shpërndarjen e fondeve publike, sidomos për fonde që lidhen me promovimin e barazisë gjinore dhe pjesëmarrjen e të rinjve. Po ashtu kërkohet përcaktim më i qartë i rregullave për aksesin falas partive politike në mediat publike gjatë fushatave zgjedhore. Sa i përket transparencës, Odir kërkon që raportet financiare të partive dhe audituesve të publikohen pa vonesa dhe të mbeten të aksesueshme për publikun për një periudhë të gjatë kohore. Në raport rekomandohet edhe krijimi një sistemi elektronik raportimi me bazat kryesore të përcaktuara në ligj. Një pjesë e rëndësishme e opinionit lidhet me fuqizimin e rolit të KQZ. Odir kërkon sqarim të kompetencave hetimore të institucionit, mekanizma bashkëpunimi me institucione të tjera dhe garantimin e aksesit publik në të dhënat për financimin e partive. Në lidhje me sanksionet, Odir rekomandon që gjobat për donacionet mbi kufit e lejuar të jenë shumëfishi shumës së tejkaluar dhe që projektligji të përfshijë penalitete për të gjitha shkeljet e mundshme, përfshirë marrjen e donacioneve nga burimet ndaluara. Sipas Odir, zbatimi efektiv i reformës do të varet nga burimet financiare, njerëzore dhe hetimore që do t'i vijnë në dispozicion Komisioni Qendror të Zgjedhjeve.